Rritja e taksave dhe tarifave, pensionet e ulta që nuk mbyllin as shërbimet bazike dhe kriza e fuqisë blerëse janë shqetësimet e përditshme të tregtarëve të rusit në Shkodër. Kandidati për deputet i Partisë Demokratike Bars Pahia i cilëson dramatike situatën që kalon biznesi i vogël. Duhet me kontribuar na nëpërmjet votës. Kush fëmijët si kena, kush jena këtu, po kontribuojmë për Është shumë e vështirë situata, ka ra fuqia blerëse, emigracioni masiv që ka prek Shkodrën është një tjetër aspekt i trisht. Taksat ka ana tjetër. Janë taksat e janë shumë element se ne çmimet e energjisë. Takimi i mëtam, mbështetja pas çdo shtrëngimi duarsh dhe prezantimi i programit të Partisë Demokratike do të jenë misioni i fushatës deri në 11 maj, kur me votën e tyre do të sjellin ndryshimin për Shkodrën dhe Shqipërinë, ishte theksi i fjalës së kandidatit Bars Pahia, që e cilëson ulëritse nevojën për ndryshim.